Thomas Edisoni? E dini kush është Thomas Edisoni? Ai që këllambën e ka shpik. E dini sa eksperimente i ka bëj para se me shpik këllambën? 99 eksperimente i ka bëj. E ka marrë për rreth. Ka thonë po, ma u lodhe 99 herë. Dështova, alo po vazhdon. Dështim, ha? 1 dështoj, 2 dështoj, 3 dështoj, 10 dështoj, 15 dështoj, 20 dështoj, 50 dështoj, 70 dështoj, 80 dështoj, 90 dështoj, 99 dështoj. E dini çka thaj? Tha ani tha. Tash e di se çito 99 mënyra nuk bëhet llambe elektrike. Pozitiv. Ama shikoni jetën e këtij. Mas 99-tave 100 herë e ka zbulu poçën elektrike dhe sot na elhamdulillah Allahit, domethënë i shohim shumë gjëra të mira. Kur ka shkuar në shkollë, i ka pas 11 vjet. 36 nxënës i ka pas klasa. 4 muaj kanë në klasë, mas 4 muaj e kanë thirr mësuesja, i ka thonë nonës vet, merr edhe shtëpia se kish për shkollë. Tup i ka thonë, ama ja, s'kon tup. Pa ati ka interesu shumë gjona që s'kon interesant për fëmijë tjerë. Ai është angazhuar me punë tjera, ato zakonisht na për shkollë kanë një rend caktuar, domethënë, një sqarim caktuar gjërave. Ai shumë kurreshtar, ti di shumë gjërat, i interesum, ka thonë ki tup, ki glup, ki s'merr vesh. Has të shtëpia moja. E merr nona te shtëpia, edhe baba i vet i jep do parë për mu kujdes nona për te, edhe ki te shtëpia shka bën, fillon puna e parë, librat që ka në shtëpi me i lexu. Kur i bën 12 vjet këtë librat e shtëpia për 1 vjet, domethënë, çka ka libra në shtëpi i lexon. Puna e leximit, që kina thonë vazhdimisht xhamatit ton, edhe vazhdimisht i themi, nuk ka mundësi me ecë përpara ne si xhamat, si musliman pa lexu. Edhe ai që s'lexon ka me radhë, si mos bëre sot nesër ka me radhë. Ai që lexon ka më ngrit, si mos ngritet sot nesër ka më ngrit. Anë duhet me lexu. Ne o xhallat po ja thjeshtojmë pak punën, po kallzojmë derse, e po i thjeshtohet kjo punë, ama duhet me lexu. Por ki merakli i punës, i shkollës, i thot babas, o bab, a bën dal unë të qes domethën ambëlsira, të qes gazeta, e të fitën e dinar. Jo si shfite don, rrinë të shtëpia, televizor, në internet, gjithkohën. Merakli të punoje. Një shit domethën perime. Hip në stacion të autobusit, stacion trenit. Në ditë për ditëve, hip në tren me shit, gjana ndryshme, pse? Se i dushin para, do parët a i bleke malna për me bo eksperimente. E mos nga li babës. Se na kur i themi disa shokve, pse bese, vallë duhet, unë kam shumë ide, po s'kam pare, se me pas pare, bëj shumë punë. E ky s'ka thonë, babës bërën pare. Se ka thonë, kam shumë ide, e bërën pare. Jo, ki veti ka bo parët, që idejat e vetat i boja realitet. Kjo është gjevap atynve, që thëjnë se me pas pare, kam shumë ideja, bëj shumë punë. Ne i themi çeki njeri, s'kishte pare, ama kishte ideja, boni edhe pare, edhe i realizoj idejat e veta. Në më shkej ke punoj, kemi mbledh pare, që mi bëj eksperimentit e veta. Dhe një ditë, të shit më një tren për trenave, ku me di që ka ndodhë një incident aty, kallët një vagon. Kur kallët e vagoni vinat atë trenit, ja rasin një shqyplak të madhe këti fmigi, ja shudhojnë një vesh këtë 100%, tjetërin 80%, nuk njën. Që ki Edisoni, në më thonë, me që ketë masnimen, një ditë për ditëve, i smuhet nona. Edhe ki, nona ka kontribu shumë. Edhe prej gajles e merë nona që në spital. Edhe nona shumë e smund. I thot mjeku, e kuptoj që është rast urgent edhe e smund, po nesër do të kontrolojmë, sot nuk mund. Thot, pse smund, nëse kontrolojmë, sot kam me vdek. Do të me intervenu më një herë, se nëse nuk intervenoj tash, rizikohet mi ushtu smundja dhe normalisht ka mundësi me vdek. Thot, unë e kisha dash mjeku, mi s'ka mundësi, thot, se nuk shof, natë. Thot, me qiri nuk bëhet operacioni as kontrola. E thot, e tash ki piqat i stresit madh, që qiri si mjaftoj ka mjekut për me i kontrolu pacientet e smum natën, fillon me mendu se si me prodhu një poç elektrike me bo, rrim, edhe pas që këti rastit i ban 99 provat e dështuara që në fund 100 herë me arrit sukses edhe me bo atë poç, edhe na sot e kësaj dite e gëzojmë këtë mirën e këti burit, këti njeriu. Dhe ky njeri çka bëhet me këtë? Mas 99 herë dështimeve edhe suksesit e tij, ky njeri kur vdes i lën pas veti 1093 inovacione. 1093 inovacione të, domethënë të pranuara botërisht. 1093 zbulime shkencore. 1000 edhe thot amfletorin e tij edhe me 1000 tjera kanë me proces pa u konfirmuar dhe pa u vërtetuar.
Sa inovacione zbulime shkencore I kemi na. Çka mujna me përmend në jetën tonë. Edhe kiko shkon në shkollë fillore, I tha mësuesja merret e shtëpia se tup është. Ama puna e pandarshme, vullneti I pandarshëm, eksperimenti I vazhdueshëm, insistimi më një punë arriti që ai domethënë me qenë emën që Allah këtë botë sot e përmend edhe normalisht na I përjetojmë domethënë këta të mira që I kemi sot para nesh. Për këtë shkak them do dështimet zakonisht duhet me qenë udhë e sukseseve në jetën tonë. Nëse dëshirojmë që t'jemi më afër Allahu subhanahu wa taala si musliman dhe t'jemi ata që japin kontribut pozitiv për të mirën e shoqërisë tonë ku na gjendemi edhe ku na jetojmë. Fatkeqësisht jemi duke u ballafaqur me një situatë mjaft të vështirë. Do thotë edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin intelektual, edhe ekonomik, edhe politik, dhe ajo që është më e keqe se kjo është një lloj plagështie, dembelie, përtese e madhe që ndodh te populli jon. Na vazhdimisht çdo padresi që na bëhet na heshtim, na shujm, na ulim kokën. Ama kjo nuk shkon, se ti nuk mund ta ndryshosh gjendjen nëse ti hesht. Nuk të përmirësohet gjendja jote nëse ti vazhdimisht duron. Por duhesh me qenë syqer, me pas besim të paluajshëm në Allahun, me u përmbajt mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut, pastaj normalisht me e ndryshu jetën tonë, jetën e familjes tonë dhe nesër normalisht me nxit këtë rinin që kur t'i bëhet zullum me thonë jo zullumit. Kur dikush mundohet tallet me mendin e tij me thonë jo, unë s'jam lodër ti me lut me mua si duhesh ti. S'mundesh me mshit, domethënë duhesh për goglat që do të popullit. S'mundesh ti me mashtru mu midis ditës. Ama kjo bëhet kur na domethënë ti jemi vazhdimisht në aksion të veprave të mira. Dhe kjo është ajo që ta mëson besimin në Allahun Dhul Xhelal. Jo rastisht Allahu t'i ka caktuar 5 kohë namazi gjatë ditës. Që çat moment që ti pushon, dash lëvizish. E xhumon e ki kolektive, që ketë qytetit lëviz, ketë mahallat lëviz. E Ramazanin e ki edhe ma kolektiv, që ketë popullit lëviz. E haxhin e ki edhe ma kolektiv, ketë dynjoja të lëviz. Kjo është qëllimi. Me të ngjall, mos me të lënë me flet, mos me të lënë të rahatshëm, mos me të lënë qetë. Vazhdimisht me konë lëvizje. Arabët kanë një fjalë fil harakati baraka. Në lëvizje ka bereqet. Si të rish ti I palëvishëm, edhe uji që nuk lëviz nuk pijet. Uji që lëviz domethënë pijet. Dhe për këtë shkak nëse dojmë na si popull në këtë vend me tregua imanin ton në Allahun Dhul Xhelal, mbështetjen e madhe në Allahun subhanahu wa taala, besimin se caktimi jon është dorë të Allahut, guximi jon nuk na shpejton vdekjen, as nuk na lë rrezikun, guximi jon të vërtet. Atëherë na mush neve me energji, e vullnet, edhe punojmë, mendojmë, organizohemi për ta ndryshuar gjendjen tonë, nuk shbohemi tifoz dhe publik me shikues se çka po ndodh. Po thjesht ndërmarrim aksion